24 orët e fundit kanë zgjeruar hartën e përmbytjeve në rrethin e Shkodrës, kjo për shkak të shkarkimeve të mëdha nga hidrocentrale të kaskadës së Drinit. Pas komunës së Daqit dhe anës së Malit, përmbytja është rrirë edhe në komunën e Bushatit, atë të rrethinave, madje edhe në lagjet e qytetit. Po afër Mesnata dhe banorët e lagjes Baqallek këtu në qytetin e Shkodrës po përgatiten të largohen për shkak të vërshimit të ujrave të lumit Drin. Po kam marrë vajkën, po për gjona si dihet, unë kam në familjen shtëpie, kështu që çfarë më kanë, po më shtu Drini më shumë, duhet më kanë gatishmëri. Paradite në lagjen Baqallek ishte kryetarja e parlamentit zonja Jozefina Topalli, e cila u kërkoi banorëve që të largohen drejt zonave më të sigurta. Drini është i fryrë sikur ndonjëherë, ka përmyt këto lagjet e Baqallekut. Unë jam këtu për t'i ftu banorët e lagjeve që rrezikojnë më shumë të qytetit të Shkodrës, që të vazhdojnë evakuimin, kanë evakuuar disa familje, do të vazhdojnë të heqin fëmijët, gratë të sëmorit, ndërkohë që bashkia po merr masat e saj për të ndihmuar dhe për të mbështet banorët, por banorët do ta vlerësojnë me sens përgjegjësie, pa u trembur, po me sens të madh përgjegjësie. Situata është përkeqësuar gjatë orëve të paradites kur niveli i ujrave ka ardhur duke u rritur, gjë që ka vënë në gatishmëri të plot forcat e ushtrisë, policisë si dhe forcat Delta. Është ora 11 dhe niveli i ujit po arrin urën e bunës. Në këto qaste, forcat Delta të policisë kanë nisur operacionin për evakuimin e banorëve nga zonat periferike të qytetit të Shkodrës. Kemi tërë nga gatishmëri, kemi vënë në dispozicion të gjitha mjetet, edhe këtë që po e përgatisim për ta futur deri mbasi janë 2-3 familje të cilat rrezikohen këtu te livadet. Do vëmë që ti evakuojmë ato. Mjetet e tjera kemi në zonën e Obotit, Dajqit, kemi gomone, kemi motolanxa, të cilat janë vënë gjitha në funksionim, tëra po punojnë. Rreth mesditës, autoritetet vendore të Shkodrës njoftuan se ishin evakuuar nga zonat e përmbytjes rreth 2000 familje, kryesisht nga zonat e Daqit dhe anës së Malit. Ndërkohë rritja e nivelit të ujrave në afërsi të qytetit të Shkodrës ka shkaktuar panik në qytet, gjë që ka detyruar autoritetet të dalin në një konferencë për shtyp për të qetësuar popullatën. Po tentojnë të krijojnë një situatë paniku. Edhe një herë e përsëris, janë marrë gjitha masat dhe qyteti është i administrueshëm. Do të ketë ndoshta rritje të niveleve, por këto rritje të niveleve nuk paraqesin një situatë paniku, por një situatë të administrueshme. Njëkohësisht janë në funksion stacioni i ujit Pishem, në stacionet janë të gjitha të kontrolluara, nuk paraqesin problem. Për shkak të prurjeve të shumta në orën 12 është kufizuar lëvizja në rrugën automobilistike Shkodër-Tiranë. Ndërkohë, pranuarës së bunës janë përqendruar forca të shumta të ushtrisë, si dhe qytetarë që ndjekin nga afër situatën. Është ora 15 dhe forcat e shumta të ushtrisë po përgatisin mjetet lundruese të cilat do të dërgohen për evakuimin e banorëve në zonat e rrezikuara. Niveli i ujrave në zonat e përmbytura vazhdon të rritet duke zgjeruar sipërfaqet e përmbytura, ndërkohë që askush nuk është në gjendje të përcaktojë se deri ku do të shtrihet përmbytja. Për Zërin e Amerikës, nga Shkodra, Pullum Sulo.